Le të themi, le ta quajmë aktivitet apo jo diçka që keni marrë një hap për të ekspozuar apo për të kërkuar ndoshta vëmendje se sa e rëndësishme është të flitet mbi këtë gjë dhe po ashtu të tregoni historitë të këtyre viktimave është edhe ekspozita Zëri i shpresës apo jo, nëse nuk gaboj na u mbajt në Tetov dhe nesër do kemi edhe në Gostivar. Është ekspozita e cila tregon tregimet e viktimave të dhunës në familje. Mund na tregoni pak më tepër mbi këtë ekspozitë që për këdo besoj që është interesuar mund ta ndjek nesër në Gostivar. Ne në kohë të fundit, por edhe që me hapjen e strejmonës, kemi marrë hapa konkret për si të thënë, për dukshmërinë e ekzistimit të një qendre të tillë. Janë mbajtur takime me të gjitha kryetarët e komunave të regionit të Pollogut, janë mbajtur punëtori të caktuara me qëllim të sensibilizimit të shoqërisë për këtë problem në tukje, ndërsa tani shkuam me një hap tjetër. Marrëm hapin konkret ku hapëm përgatitëm një ekspozitë me fotografi dhe me histori reale të grave të cilat kanë përjetuar dhunë. Ekspozita përmban 16 fotografi, 16 histori të grave të dhunuara. Kur them vetëm 16, për shkak se në fillim, kur ne marrëm iniciativën që të bëjmë një diçka të tillë, në shtëpinë tonë kishin kaluar 16 viktima dhe diku mbi 35 fëmijë.